Falemendroj vëllaun më të vogël, Hoxhën Beqir Efendin, si organizatori i këtij tubimit. Falemendrojmë edhe mysafirin që na ka nderuar me vizitën prej anës tjetër të Okeanit Atlantik. Po edhe të gjithë të pranishmit hoxhallarë, hafëzllare, muslimane. Faleminderit që keni ardhur këtu. Unë gjatë kohës kam qenë shumë i skuqetur dhe ju vëllaun në bisedën e tij, mos them ligjërat. Edhe e përjetova jetën time praktikisht sa e filloi pjati ku e filloi, që normal pjati ka filluar ai, kurse ne kemi qenë pak edhe më përpara, po kom rrit do qire që kanë qenë edhe para meje, e po e filloi unë prej kohës dikund në 1963-64. 1963-64. Tash jemi 2026, domethënë dikund të 60 vjet më parë e tepër. Jugoslavia ishte shtet komunist. Prej 1945 feja këtu mor fund. Praktikisht gjallë ishim këtu atje, hoxhallar kishte, gjenat e përmendi mysafiri i nderuar Hoxha, Vebi Islamin, ka qenë gjenerat para komunizmit në Shqipëri dhe para komunizmit të neje. Hafëz Bedrije Efendiu ka qenë hoxh para komunizmit, domethënë studius të islamit në nivelet nalta në Kairo. Ka qenë rahmet pas Husein Efendi Gjozo i Bosnës. Po me këta mor fund arsimimi i muslimanëve. Pini 1900 kur kanë kryer ato, pini 1945 të ka që e ndaluar deri 1964. Domethënë diku te 10 vjet ka qenë rrepsisht e ndaluar në të troje që dikush shkoje jashtë të mësojë për feje. Kudo që tjetë. Çdo që kishin pas studiu më herët, ka studiu, e të ri nuk ka pas, deri 1964 kur një grup mbas vizitës së Xhemal Abdunaserit, ish kryetar i Egjiptit në atë kohë, ashtu i ngushtë me marshallin e Jugosllavisë Tito, ke komunistët apo socialistë ishin, po më një vizitë të Naserit në Beograd, i interesohet rastisht Naseri për Gjozën, se kish pas njoh prej Kairo që ka studiu një student prej Bosne në Kairo. Ku ai? Ajde në atë kohë në Burg, si mladi musliman i dënuar 20 vjet Burg. Kto hiç si ka thënë se është në Burg, që është ishte sistemi, hiç pa muhabet shkojnë pi Burg, e morën, e vjeshin, dhe tojnë det të Naseri e qëllë. Ti ka thënë që je prej Burgit, të i lirë tash. E në bisede me këtë Huseinin, Naseri, më të pas të dhjo për amet, e bindën titën se nuk ka rrezik që shështë të rritë studion në Kairo për feje. Ne jemi atje, mos e ke dertë. Nuk e di sa jo mi qartë si mund ta kuptoni këtë mesele. Po edhe tash qashtu diçka është, po jo bashkë qashtu. Se arsimi ka qenë i politizut. Në gjithë botën mbar, arsimi ka qenë i politizut. Çfarë do të i politizut? Dhe me thënë, dhe mësojsh qatë ka të thotë politika. Politika thotë që kështu, ti do thoshe qashtu. Qashtu ishte dhe në Azhar. Unë e kom bërë në Azhar të kun të 10 vjetë. 10 vjetë. Shumë të kush më iri për mu, erdhë më vonë, e sosi e u këtheja, unë mbeta që jo studi postdiplomike, jo në fakultetin e pedagogjisë në Ajni Shemse, ashtu që zgjata pak afatin e qëndrimit tim atje. Po, inshallah. Ma herë të pa ta martu. Kërë po të gjelimin, dhe më thënë, arsimi ishte qashtu. Në Azhar, të dera kishte policë të roshin. Nuk ka universitet në botë, policia të rjetë të dera. Jo rojtar, jo policë. Në funksion policit. Nuk na kontrolluashin gja, ma
në ndalin, në kontrolin sa kena me, jo, ma në përcilëshin. Në përcilëshin, po. E mandej ma vonë, kur shkojnë në ajni shemë se do fukte, aqe nuk kishte. Aqe nuk kishte policë. E më ranë si, pse këto të kjetë, aqe mos kjetë. Po. Po. I të është të thëmë, të kuptojnë si ka qenë mësimi. E 1964 po të jedhëm 5 student parë pe ishtë Jugoslavije, se shumë dikush ndësharë nuk e dinë ati Jugoslavi. A e dini? Që të që i kanë më pak se 20 vjetë, se e dinë ato. Sa e dherën 1990 ka egzistu. Që 30 vjetë që i nuk e egzistu. Të më thënë, që të që i kanë më pak se 30 vjetë, s'kajnë lidhë me ati Jugoslavi. A ne këna jetu në atë, këtë gjatë këna jetu. Në mes të 5 studentëve ka qenë edhe ramët pas të doktor Ahmet Smajlovici, ka qenë një dietar, ka qenë një burr, ka qenë një besimtar që nuk ta mërmenja. Mirë po, së një boni balë sistemit, ke kretari Bashkësisë Islame të Bosnës, me shansat mëdhoja që të botë Rej Sulema, po para se me arrit të botë Rej Sulema, e akuzohen se kise ka manipulu në aspektin financiar, a aje boni xhamin e Zagrebit, mërit direkte me aktivitetet e tia, e hoqën për ati posti, e këthejnë dekon të fakultetit, për dekon të fakultetit për edhe ndrë jetë, si ndrë jetë Allah i di, Allah i ja falte gjenetin e inshallah. E mandej, mas të 1968 dhe të shkojnë Jakub Selimovski dhe Tasin Efendia prej Maqedonije. Edhe për Bosnë dhe Dëqirë, nuk ka nevojë të përmendim me emra, ama ishim krejt me boshqakë, me shqiptar, ishim një 7-8 student në Azhar. 7-8 student. Hoxha i ndërrute, Mallazeka, kur ka nërë, më u mush më kajrë për neje. Neje se e shëfshë, mashallah, u bom, plët u bom. Se ishim 2 shqiptar, unë dhe Tasin Efendia ishim shqiptar, Jakupi Torbeshe, edhe për Bosnë një 4-5 qaq ishim student në Kajro. Ama kjo në fillim. A kurse kur u largohë, unë e më për Egjiptit, ka pas më shumë se 100 student. Në kuj moment dhe kush kanë qenë krejtë se u rritë numërin, mashallah, u bo. Ma kujtoj, hoxha, në ato fjallet e veta, si ka kalu jeta, si jetë, si kalon. Si kja Shqipënia kër e përmendi, si u bo sot Shqipënia. Si kja si u bo. Si ke Jugoslavia, ato trojët e ishë Jugoslavia, se si u bonë sot. Ama edhe pse në lidhëre shumë hoxha, faleminderit për lavdratat, po nuk e di a i meritojmë o Gjafedi. Nuk e di a i meritojmë, këtë më të thëmë kështë sinqerisht. Nuk jam... Inshallah. Se më një ko, kur thëmë më një ko, dikun para një 40 vjetëve. Para një 40 vjetëve, Bashkësia Islame e Maqedonisë e arriti që t'ja te kalojmë aktivitete edhe Bosnës. Në vitin 1988, në gara kuranore në Zagreb, nga rusët të Maqedonisë, a shumë i theshin dhënës të tonë të medreses, hemen krejt dhe vendet e para i zumë. Në hifës këtë Koranin, në hifës nuk e disa gjusë, në hifës nuk e disa, në letim të bukur, më tha atash, hemen krejt vendet e para i zonë për përstusit e Maqedonisë, garusët e Maqedonisë. Mirë po pja atëherë, inshallah, nuk ka kërë dënim pja Allahu Gjeshanu, po mund të edhe sprovë tjetër, është në stagnim. Bashkësia Islame e Maqedonisë, hoxha të më falje, di kohën, kur kom qenë si profesor në medrese, jo si drejtor, si profesor, në mbas këthimi tim nga Suedia, kemi pas në zonës prej Shqipëri, në medrese. Medrese e Shkupit. Ka zati. I Shkodrës ka qenë zonës të kene? Jo një di, ka pasazhash kanë qenë. Se i Shkodrës, Zona Gilmoni. Tamam, Gilmoni për i Shkodrës është. Dhe më thënë, ka mësu të ne. A ka ardhë kohë atash, në kemi lakmi që më zonës në Shqipëri. Në zonës për Sanxhakit kemi pas. Sanxhakit s'kish kur që hiq. Kur që s'kish Sanxhakit, në Vipazare. A sot lakmi që është dikondin studiojë në Sanxhak. Si shkun ata as shpejt për para, a ne e thëmë, më s'këthëm brapa shku, më stagnu, Allah e në dhe shtaj.